50 vite histori, 90 minuta për papdekësi. Të dielën në Kavadar vendoset historia. Kështu shkruhet në paqen zyrtare në Facebook të Shkëndijës së Araçinës, duke sensibilizuar opinionin futboldashës shqiptar që klubi nga Araçina ta ketë mbështetjen e tifozëve dhe ta realizojë ëndrrën gjysmëshekullore. Shkëndija e Araçinës në prag të ndeshjes historike të balotazhit doli edhe me mesazh të qartë. KF Shkëndija 77 në këtë balotazh hyn me djers, sakrificë dhe punë të ndershme gjatë gjithë sezonit. Prandaj nga Federata e Futbollit kërkojmë vetëm një gjë, referim korrekt dhe ndeshjefer, ashtu siç e meriton futbolli dhe sporti. Nuk kërkojmë ndihmë nga askush, kërkojmë vetëm drejtësi në fushë, thuhet në thirrjen e araçinasve, duke u bërë thirrje edhe tifozëve që çdo zë, çdo zemër kuqezi duhet të jetë pranë Shkëndijës. Ndryshe ndeshjet e balotazhit për plotësimin e ligës së parë do zhvillohen të dielën më 31 maj, kurse Nikoqiri do të jenë stadiumet në Kavadar dhe Manastir. Stadiumi i qytetit në Kavadar do të jetë Nikoqiri i duelit midis Pelisterit dhe Shkëndijës së Araçinës, kurse në Manastir do të përballen APA Brera dhe Skopje. Fituesit e këtyre ndeshjeve sezonin e ardhshëm do të luajnë në ligë të parë, kurse humbësit në ligë të dytë.